farsa elektorale nuk flasun, është realitet i pa mohueshëm, i pa diskutueshëm. Dhe kjo që thoni ju, 2, 3, 4, 5 verifikime, pa rregullsi, këto nuk hedhin as gjë poshtë, as në këto që themi, përkundrazi. Kurse, për sa u përket kandidatëve, unë nuk e di sa kanë kërkuar rinumërimin, apo sa kanë kërkuar procedurën, por cili do që dëshon, është i lirë ta bëj. Ne nuk blokojmë asnjëri që të bëjë transparencën. Fare. Nëse ka patur njerëz të panërgjegjshëm, ata do identifikohen. Dhe do mbahet qëndrim ligjor. Pa diskutim kjo. Pra, këtu ne nuk kemi dy standarde, por nuk kemi standardin e dirams që ndalon transparencën. Ata nuk e bëjmë kurrë ne. Besoj se e qartë përgjigja. Nuk e di sa janë, sepse ne edhe pa 2 ditësh, pa dje kam ripërsërit udhëzimin më parshëm që çdo kandidat që kërkon transparencë të jepet mbështetja e plot nga partia, se kërkon ligji, do se çot ligji aty